E të dashur miq, rikëthujem në studio për të vazhduar me bashkë biseduesën e ftuar për ditën e sotshme dhe unë kam të ftuar nënkryetaren e Parlamentit Studentor pranë Universitetit të Evropës Juglindore, këtu afër meje Kaltrina Bytyqi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jam shumë e privilegjuar që jam këtu në emision pra jush. Është kënaqësia imja të ftoj studentë të ri të cilët shohin një të ardhme të bukur dhe ajo vretën nga sytë. Prandaj kisha pas dëshirë që me ty të flasim sot rreth ideve tua dhe planeve tua për të ardhmen, për njëkohësisht edhe për gjendjen tënde aktuale që je e stërngarkuar dhe të përgëzoj për këtë fakt. Faleminderit. Do të kisha pasur dëshirë ta fillojmë pyetjen me atë se ti je në vitin e parë të studimeve dhe tashmë në një pozitë udhëheqëse. Çfarë të shtyo që të marrësh një përgjegjësi kaq të madhe? Ka qenë shoqëria apo si erdhi ideja deri në këtë pikë? Besoj se prej në fillim universiteti nuk e kom pa veç si vend akademik ku ti merr dije. E kom pa si një institucion ku ti e ke dijen në të njëjtën, domethënë në barazi me përkushtimin që ti ja jep asaj, në angazhimet që ti i merr, edhe ndoshta po, e vërtetë është, jam më e re, po nuk e kisha atë stepjen që të ri pasive dhe të pres disa vite të kalojnë, në atë pjesën që ndoshta disa studentë kanë të kalojnë disa vite akademike, po pastaj që mos tjetë herët, unë nuk e kom pa atë si stepje, të ri do me thonë të pres, po e kom fillu me një herë. Si erdhi ideja që t'jesh nënkryetare? Kush ta propozoi, kush ta dha këtë idenë? Po, ke qenë aktive ti në ndërkohë? Unë gjithmonë, do me thanë, edhe të një interviste kalume që e kisha, e përmenda se nuk kam qenë kur person pasiv, ose do me thanë tri urt. Edhe prej moshës 15-16 vjeçare ka marrë pjesë në garat ndryshme, rajonale, ndërkombëtare, në gjimnazin, në kolegjin Jaja Kemal. Aty kemi pas projektet ndryshme që kanë qenë, do me thanë, si mundështim me u artikulu, ndoshta si person. Edhe me marra dijen tënde, edhe zhvillimin profesional ose shoqëror të andin, si do të rrjedhoj kjo. Edhe gjithmonë, tash nuk po them të gjitha ko marrë pjesë, po në shumicën e tyre po. Do me thonë prej një mosh ma të vogël, do të kom qenë ai personi që jam kyç edhe më kanë interesu gjitha angazhimet e trimëve. Në Parlamentin Studentor e pash si mundësi ndoshta për ta marrë iniciativën edhe pse jam person ndoshta higjienist që nuk është aq dominuese në vendin ton, edhe e pash këtë si një hapësirë ku thash, ok, do e provoj, edhe ndoshta do mundemi të sjellim ndryshim edhe një frym tre në shoqërinë ton, ku do thojnë, ok, edhe pjesa e higjienist femërore janë vendimarrës në Parlamentin Studentore ose përmëtej në shoqërinë ton. Ka qenë një moment ku erdh një email, edhe thash, ok, kjo qenë ka diçka e re edhe shumë interesante. Kjo është një mundësi e mirë edhe për mu. Thash, ok, do e provoj të aplikoj, një herë të bëhesh antare e Parlamentit Studentor dhe pastaj pozitat që i ofron Parlamentit Studentor për në kampusin Shkup, është një pozit, nënkryetare. Dhe thash, ok, do e provojmë, do bëhem antare dhe do e shohim pastaj si rrjedhon, a do e marr pozitën si nënkryetare apo jo. Deshi Zoti që ta marrë edhe po. Po shpresojmë në të ardhmen edhe si kryetare. Faleminderit. Më trego se si përkufizon ti rolin e nënkryetares më shumë si zë i studentëve apo urë mes tyre dhe universitetit? Mund të them se e shoh si një kombinim. Edhe si urë, edhe si zë i studentëve. Përderisa studentët ndoshta ndjehen më të stepë në atë pjesën ku do drejtohen te administrata ose te ndonjë institucion, Parlamenti Studentor është aty që t'i ndihmoj. Edhe të ketë, domethënë, të jep përkrahje në idetë e tyre edhe në mundësitë që mund t'u ja ofroj edhe si të shprehen ato. Edhe besoj që mund të jetë një kombinim, domethënë si e thash, shumë i mirë që është urë me studentëve dhe institucionit, në këtë rast universitetit, po edhe zë i tyre. Mandati i parë gjithmonë sjell sfida. Më trego cila ka qenë sfida që të ka mësuar më shumë deri më tani? Besoj se çdo punë e re, kur fillon në fillim, i ka sfidat e veta. Ndoshta për mua sfida më e madhe ka qenë balancimi i jetës
profesionale, po e them në aspektin tash që e kam pozitën e nënkryetares, në jetën personale edhe në studime, se si t'i balancoj këto të treja. Ka qenë rënd në fillim, se je angazhume, edhe derisa t'i balancosh, do me thonë t'i kesh ato kriteret e tua, se kujt sa vëmendje i jep, studimeve sa vëmendje, angazhimit profesional sa vëmendje, jetës personale sa, janë të treja disa, do me thonë, i kanë të nda me ato kriteret e veta. Derisa e merë në dorë, ekipa randat pjesë, po pastaj është e thjeshtë. Mësohesh ma. Më trego se nëse parlamenti studentor do t'ishte një start-up, cili do t'ishte vizioni jëtë për t'a quar në një nivel tjetër? Besoj nuk do e kisha lanë atë aktivitetet tradicionale, që janë bazë, panele. Besoj do e kisha modernizu edhe do e kisha dhanë më shumë një iniciativë studentëve dhe një hapësirë të rritjes ose zhvillimit të inteligjencës tyre edhe të kyçjes në pjesën e vendimarrjes si të rinë në shoqërinë tonë. Përderisa e studioj tani, do me thënë, fakultetin, kam fillu ta studioj në fakultetin e biznes ekonomisë, ne mësojmë se si t'jemi pjesë organizative, vendimarrjes edhe e ndryshimeve në shoqëri. Ndoshta t'jemi ato liderët. Unë përderisa e kam tash rastin që t'jem lidere e studentëve. Me një fjalë, besoj se po i shfaq ato studimet e mia që unë po i kry, po i shfaq me një shembull tjetër edhe në atë që çka e mësoj, po e provoj edhe po më del gjithmonë ashtu se si është. Si vendose që të studiosh biznes ekonomi? Pse biznes ekonomi? Gjithmonë ka tërheqja e pjesa më shumë të me drejtën e drejtësisë. Studioj drejtësi. Edhe vendimi që unë zgjedha pastaj të studioj biznes ekonomi nuk ishte i prirshëm as nga unë. Po e kisha të figuruar në kokë që unë do e kryj drejtësinë edhe do kem biznes timin. Nuk e kam pas kur parasysh të jem prokurore, të jem avokate, notare. Gjithmonë e kam pasur do e kryj drejtësinë se nuk disha si ta definoj, ndoshta se edhe më e vogël, s'po marr vesh. Nuk kam marrë vesh atë shumë, nuk disha se si definohet ajo deg që une e kisha parasysh që du ta kryej edhe du të marrë pjesë me aty. Dhe deri me një moshë, kur mbrita unë 19 vjeç, 18, kur hyra në fakultet, e kisha atë, prita mendoj edhe njerë, të hulumtoj tash se çka është ajo që unë e du sinqerisht, edhe e pash që ajo krejt ishte business law. Edhe thash, përderisa du të kem biznis timin, ajo do të tërheq ma shumë nga biznisi, kështu që e vazhdova më studimet e mia në biznes ekonomi. Dhe si viti parë, si po të shkojnë? Si po të shkojnë studimet? Mirë, normalisht është pak rënd në fillim, derisa e kapat tempon, po kur mësohesh edhe ti kesh, do me thënë, si na thojnë edhe në shtëpi ndonjëherë kur jam më të vogël, mos i mëso krejt për një ditë. Po. Edhe derisa të kyçemi në atë sistem neve që mos i mësojmë krejt për një ditë, ndoshta semestrin e parë e kemi pak më rënd, po pastaj edhe me ndihmën e profesorëve e kemi shumë atlet. Edhe ligjëratat e bëjnë edhe shumë atlet. Po, edhe janë bashkëpunues. Mund të them se gjithë profesorat janë bashkëpunues në atë pjesë ku do të ndihmojnë edhe për çdo lloj pyetje që ti do e kesh, ato do të përgjigjen. Nuk hezitojnë. Më trego, cili është momenti që deri tani të ka bërë të thuash po, jap se ja vleti? Besoj ka pas dy momente, edhe këtu do i kyçi dy aktivitetet që i kemi pas ne. Ka qenë aktiviteti ku studentët, për mbi 1000 student, morën pjesë në protestën që u mbajt për provimin e jurisprudencës, që të mbajt në gjuhë shqipe, dhe aty kur e pash që ka për mbi 1000 student që po e ngrejnë zërin edhe po tregojnë që të rinjt janë më pjesë e vendimarrjes në shoqëri, aty ishte një mburje edhe themi se parlamentet studentore u rreshtuan në rresht parë si parlamenti studentor pranë Universitetit të Europës Juglindore, ai Nën Terezës, i Universitetit të Tetovës, ishim gjithë fakultetet shqipe bashk, duke i udhëhequr gjithë studentët, edhe aty ishte ndoshta ai mbizotroi ai emocioni i gëzimit më shumë. Edhe një krenari në vete. Po, një krenari e madhe që tham, kjo ndoshta është diçka me të vërtet ku ja vlen që të rinjt të marrin pjesë në çdo lloj aktiviteti që bëhet për shoqërinë tonë dhe për të mirën, domethënë, të popullit tonë. Gjithashtu një panele tjera kanë qenë ku kemi pas panele diskutimi me ministra dhe deputet të ndryshëm,
ku e kemi pa që çdo pyetje që ne ndoshta e kemi pas ose ja kemi parashtru vetes disa kohë e kishim mundësinë t'ja parashtrojmë atyre sy për sy, edhe ta marrim atë përgjigjen që ne e pritshim. Okej. Ka qenë një mundësi e mirë. Po, ishte për t'i marrë përgjigje drejt për drejt, ato që ju keni dashur t'i ndëgjoni. Ato që na interesojnë, nëse sidomos tash bash ta ajo pjesa e provimit të jurisprudencës, përderisa i kishim 4 partitë politike aty, e kishin studentët atë, a mundet atë pyetje t'ja u bojmë, e bënu pyetjen e morëm përgjigjen, edhe ishte besoj edhe ajo një lloj si sinjali, po themi, për te grup mosha më e moshuar në këtë rast, ato janë më madhor. Ta shohin se të rinjt janë të interesuar për popullin edhe marrin vesh deri me një mas se si shkojnë punët edhe sa janë të interesuar për ndryshimin, se ja vlen domethënë të bëhet ndryshimi me zërin tonë. Okej. Më trego se si është një ditë e ytja, si e balancon jetën? Je një studente, nën kryetare e Parlamentit studentor, por njëkohësisht edhe po bën praks. Po, një ditë e imja fillon me ligjërata çdo herë. Pastaj kemi ditë ku janë të sërngarkuara në atë pjesën se kemi për shembull 2-3 aktivitete në ditë. Edhe ato 2-3 aktivitete në ditë duhesh t'i menaxhosh. E kemi edhe kryetarin e Parlamentit studentor Besian Rexhepin, cilin e përshëndes. Ai është, domethënë, mund të them që gjithë kohën ku është ai jam unë ose ku jam unë është ai, asnjëherë nuk e kemi step veten që mos ta prekrajmë njëri tjetrin. Edhe jemi bashku shumë, domethënë këtë pjesë t'i ndihmojmë njëri tjetrit, po edhe studentëve shumë. Edhe asnjëherë domethënë nuk i kemi lënë aktivitete dalin jashtë kontroll, edhe pse kanë qenë të stërngarkuar në një ditë. Pastaj pjesën tjetër ku e bëj praksën, edhe ajo është po themi një punë e rëndësishme për mua, se po e mësoj veten edhe po e inkurajoj në atë pjesë që do mësoj diçka. Edhe pse kam fillu prej shumë e vogël ta bëj praksën, po më pëlqen, se po mësoj gjëra me vlerë. Domethënë njeriu kur don mund t'i balancoj gjërat. Po, asnjëherë nuk duhet ta kenë atë si dhe mund të mirret me shumë gjëra në të njëjtën kohë. Nuk duhet ta kenë atë si, domethënë trim pasiv që ndoshta s'u mbri, ndoshta ma vonë, asnjëherë nuk është vonë. Po, cili do të ishte mesazhi yt për të gjithë ata studentë të cilët hezitojnë të përfshihen në aktivitete të ndryshme? Çfarë do ju thoje? Besoj se atyre do ju theja asnjëherë nuk është vonë. Nëse nuk e fillon, nuk e din se si do shkon puna. Nëse je stepu në çdo aspekt, nëse pret për shembull të kalojnë vitet, siç e përmenda pak më parës, vitet akademike, ndoshta të jesh në vitin e 4, në fakultet vitin e 3, asnjëherë nuk do e kesh atë pjesën tënde pastaj, edhe nëse kyçesh, domethënë më vonë, t'jesh prap pjesë vendimarrjes. Duhet ta kesh, domethënë prej një moshë më të vogël, atë pjesën mos të kesh barjera ndoshta. Po, ku do kyçesh. Okej. Mos të kesh dyshime, mos të kesh frikë, sepse mundesh. Po, shumë e bukur. Më trego se çfarë ndryshimi konkret do doje të bëje në fund të mandatit tënd? Në fund të mandatit... Ki diçka që po synon momentalisht? Po, në fund të mandatit do doja t'ja lej ndoshta edhe studentëve, po edhe Parlamentit studentor, atë pikën kyçe ku afërsia me studentët mos tupet asnjëherë, edhe t'jenë, domethënë idetë e tyre, nevojat e tyre të ndëgjohen, edhe t'jemi çdo herë zë për to, përderisa jemi më aty si Parlament studentor. Domethënë ndoshta kjo kisha dashur ta kenë edhe studentët atë qartë se nuk duhet t'jenë stepun edhe për të ardhur për t'na pyet diçka, për t'na kërkuar diçka. Çdo herë do jemi aty për ato. Është ajo afërsia me studentët që do mundesh atë them që du të improvizohet në një pjesë ku do shkojë në një nivel më të mirë. Okej. Kush është Kaltrina jashtë rolit zyrtar? Çfarë e motivon atë? Kaltrina është një vajzë shumë ambicioze, shumë energjetike, shumë pozitive. Dhe i thoja edhe ato, po i ka edhe momentet e veta ku jam ndonjëherë them, ok, nuk mundem. Nuk do me thonë ajo që marr pjesë për shembull i bëj 3 sende për një ditë, 3 aktivitete komplet ndryshme për njëra tjetrës,
edhe të them mundem, i kam edhe unë ato... Çfarë të motivon për të qenë kaq aktive? Motivon ndoshta kur e shoh që në popullin ku jetojmë ne, trit kanë fillu kohës fundit të jenë pjesë e vendimarrjes. Edhe të ndëgjohet zëri i tyre. Përderisa po ndëgjohet në një provim që tani dojmë ta kthejmë në gjuhën shqipe, besoj do të dëgjohet edhe në shumë gjëra tjera. Më trego si e pritën familja, prindërit këtë angazhim tëndën? Babi është ai personi që ai të shtyn. Thatë mundesh. Mundesh, nuk e ka atë e se e vogël, se ndoshta e reje, prit. Jo, ai e ka çdo herat, mundesh, angazhoju prej e vogël, kështu mësohesh, dihet që do kesh batica, po do i kaloj shkrejt. Mami është më ndryshe se babi, ajo ndoshta edhe i dhimbse me një pjesë ku thot, ndoshta duhet të ndalesh pak, pushosh, shire jetën studentore. Unë të qoha pak më shumë në shtëpi. Po. Do të kaloj ko më shumë me ty, ajo është lidhje emocionale, në dhe vajzë. Po, edhe ka atë pjesën ku i dukem tani me të vërtet jam viti parë në studime dhe ka atë se mos të më shkojnë gjitha vitet tu marrë me aktivitete jetën studentore po e lejmë brapa. Edhe ka atë reje prit do i marri shkrejt, do me thonë hap pas hapi do i kesh gjitha, shijoje pak jetën studentore, pastaj do kyqesh, po asnjëherë nuk ka qenë ai personin që të më thotë jo, mos merr pjesë ose rreveç në shtëpi, ajo ka qef të marr pjesë. Po, ndoshta se i dhimbsem. Po, patjetër. Unë kam vajzë vetë dhe e di si është ndjenja. Edhe unë ndoshta do isha pak më tolerante dhe kisha pasur dëshirë që ta shoh pak më shpesh në shtëpi. Më trego se si të përshkruaje veten tënde si lidere me 3 fjali. Pse munden ty të shohim si lidere në studentin, parlamentin studentor? Do thoja e përkushtuar, vizionare edhe me ambicioze. Bravo. Më pëlqen. Mund më trego se çfarë mund të presin studentët nga aktivitetet e ardhshme, diçka që s'duhet ta humbasin? Besoj se deri tani e kemi vërtetu veten deri me një pikë që gjithçka po bëhet që ato të rriten në pjesën e inteligjencës së tyre edhe të marrin pjesë në çdo aktivitet që ne u ofrojmë. Çdo aktivitet që e bëjmë për to. I kemi me kryetarin i kemi nda, do me thënë në çdo fakultet ta ketë spaku një aktivitet vetën. Fakulteti i mjekësisë, si drejtësisë, si biznisit, ekonomisë, i IT-s, i kemi do me thënë gjithat ndame. Edhe përderisa u realizoni aktivitetet të përbashkëta? Po, po them ndoshta 2-3 aktivitete kanë qenë ndamas. Gjithat i kemi bërë bashkë, kampusi i Tetovës edhe kampusi i Shkupit. Përderisa kampusi i Tetovës është kampusi qendror, edhe është më i madh, edhe është shumë bukur ndoshta ta kenë atë interakcionin studentët ndërmjet vetë, edhe mos jenë ato rajonalat që do të rrinë vetëm në kampus të vetin edhe do shoqërohemi këto. Po të shohim që edhe andej ka studenta prej në Kërqov, prej në Kosovë, Kumanov, edhe këndej ka të ndryshëm. Është shumë interesant. Edhe një socializim me studentëve ndërmjet vete. Sa për aktivitetet, besoj që në vazhdim do ketë shumë aktivitete ndoshta më interesante, më moderne. Moderne, okej. Kaltrina, ishte kënaqësi që të kisha të ftuar në studio dhe unë të uroj suksese në të ardhmen dhe pse nuk po dyshoj e shpresoj të takohemi sërish për gjërat e bukura. Faleminderit shumë për ftesën sërish. Ishte kënaqësia imja. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve tani do të shkëputemi për disa minuta, do të rikthehemi sërish në studio.